Bordi i transparencës ndryshon sërish çmimin e karburanteve. Mbledhur pas ditëve të premtes, Bordi i transparencës ka vendosur të rrisë me 6 lek çmimin e karburanteve nga 218 lek për litër që shitej në pikat e tregtimit me pakicë, si 1 litër naftë tashmë kushton 224 lek për litër. Vetëm pakicën më parë, Bordi i transparencës vendosi që çmimi i karburanteve do të ishte në unison në të gjitha pikat e karburanteve. Megjithatë, për një javë, ky çmim ka pësuar një rritje të konsiderueshme nga 6 deri në 15 lek për litër. Bordi i transparencës ka ndryshuar sërish çmimet e karburanteve në vend duke sjellë një tjetër rritje për konsumatorët. Në mbledhjen e zhvilluar pas ditën e së premtes, u vendos që çmimi i karburanteve të rritet me 6 lek për litër. Vetëm pak ditë më parë, çmimi i naftës varionte rreth 218 lek për litër, ndërsa benzina shitej me rreth 181 lek për litër. Me vendimin e ri, nafta ka arritur në 224 lek për litër, një nivel i vendosur që prej pasdites të së premtes dhe që ka hyrë menjëherë në fuqi. Rritja e çmimeve ka nisur të reflektojë në të gjitha pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve, përfshirë edhe qytetin e Vlorës, ku qytetarët kanë ndjerë menjëherë ndikimin në kostot e përditshme. Kjo lëvizje e fundit e çmimeve vjen në një kohë kur tregu i karburanteve ka shfaqur luhatje të vazhdueshme. Në fakt, në një periudhë shumë të shkurtër kohore, karburantet kanë pësuar një rritje të ndjeshme që varion nga 6 deri në 15 lek për litër, si rezultat i dy mbledhjeve të fundit të Bordit të transparencës. Këto ndryshime të shpeshta po ndikojnë drejt për drejt jo vetëm te drejtuesit e mjeteve, por edhe në koston e transportit dhe çmimet e produkteve të tjera në treg. Ekspertët vlerësojnë se çdo rritje e çmimit të karburanteve ka efekt zinxhir në ekonomi, duke rritur kostot për bizneset dhe duke u reflektuar më pas edhe te konsumatori final. Ndërkohë, mbetet për t'u parë nëse në ditën në vijim do të ketë stabilizim të çmimeve apo luhatje të tjera në tregun e hidrokarbureve.